Ju përshëndes nderuar teleshikues të Televizorit Shqiptar të Amerikës, kudo që na ndiqni. Jemi në një emision të veçantë pasi i ftuari që sot në studio ka ardhur si vizitor nga Italia me ftesë të kishës zonja pajtore në kuadër të aktiviteteve që u zhvilluan me rastin e pavarësisë së Shqipërisë për 100 vjetorit të shtetit shqiptar. Dhe kisha zonja pajtore organizoi një simpozium jashtëzakonisht me vlera dhe aty i nderuari që e kam ftuar sot priftin katolik Antonio Belushi ka mbajtur një kombëtesë të cilën ju e keni ndjekur para disa ditësh. Zoti Belushi, mirë se keni ardhur. Është emisioni i tretë që ju jeni mysafir në televizorin tonë, por sot në këtë bisedë do të jemi gjatë pasi ju jeni një minier dijesh për botën shqiptare, jeni një person që keni një shpirt të madh, jeni si një vulkan edhe me shpirt të gjerë për çështjen shqiptare, pasi të udhëtosh në moshën 80 vjeçare nga Italia dhe të vish të mbash një kombëtesë këtu në emigracion është një vlerë e madhe. Unë ju falenderoj për këtë dhe para se të fillojmë bisedën me pyetje të tjera të fushave të ndryshme, do të ishte mirë për shikuesit cili është Antonio Belushi. Po, ju falenderoj shumë për këtë ftesë, edhe sot jam me shumë emociona, pse kjo ditë e shenjtë 28 nëntor na lidh në ditën e 100 vjetorit e pavarësisë të atdheut tonë, Shqipëria. Për këtë ndodhem këtu bashkë me ju, e që kam ju thomë, u thuhem Antonio Belushi, jam i lindur në 1934 të një katun Arbresh, në Kalavri, në krahinën e Kozenzës, që quhet Frascineto, ose arbrisht Frasnita. Të ki katun Arbresh kanë lindur shumë njerëz të mëdhenj që kanë mbajtur të gjallë shpirtin e arbrit. Po, atje u linda, atje kam studiuar, po pstana kam studiuar në Roma, tek Universiteti Gregoriana në Roma, filosofia e teologji, e pstana tek dioceza jonë, Ungro, thuhet Ungro, është vetëmja vje diocezë me rritin katolik, me rritin bizantin, Arbreshe, që gjendet në Kalavri. E njëtër eparki, ose diocezë, Arbreshe, katolike, bizantine, që gjendet në Sicili, e thuhet Piana degli Albanesi. Në Itali sot kemi afro 15 besimtar katolik me rritjen bizantin, Arbresh. Ishen shumë katunde më përpara, po pstana u zhduken këta katunde me rritjen bizantin e kanë pranuar rritin latin. Unë kanë ime jam famullitar sot të katundi Arbresh Frasnita në krahinën e Kozenzës në diocezën e Ungrës. Po kam qenë edhe famullitar të tjeret katunde Arbresh në jetën time 50 vjeçare si prift në Shën Sofia e Piros, katund Arbresh, të njëtër katund që thonë Falconara Albanese, të njëtër katund që thonë Shën Konstantini Albanese, Shën Konstantin Shqiptar, të një tërkatun që thonë Shën Palj Arbresh, të një tërkatun që thonë kemi atje Frasnitën, edhe kemi këtë Kozenza, kemi një famulli Arbreshe, si edhe në Kastrovillari. Vjen më thënë, kam bërë punën time si meshtar, si prift Arbresh, rritjen bizantin, të 7 katunde Arbresh. Gjithë nën diocezën Arbreshe, bizantine, në Ungro, italisht Lungro. Pstana kam misioni im ka qenë shumë i veçantë, thomi kështu, pse si gazetar, si pedagog kam mbajtur mësime në shkollet, edhe kam si shkrimtar, kam botuar 12 libra, një mbi vekun, njëtër mbi bujqësin, se u lidhem me etnologjinë, me kulturën populore gojore e Arbreshvet, të Italisë edhe të Greqisë. Kam shkuar për shumë vitra të arbaroret, arvanit që janë në Greqi, në Eladhë, atje kam zbuluar më se 900 katunde
me origjinë shqiptare, që foljen shqip, e kam mbjedhur toponime, kam mbjedhur kënga, kam bërë fotografi, kam zbuluar shumë gjëra të bukura, me divlime që kam botuar. Zonës të Athinës? Jo vetëm në Athinë, në Atik, rreth Atinës. Po, shumica janë edhe atje në Thiva. Në Thiva janë shumë katunde atje. Edhe sot, kryepiskopi ortodoks i Atinës, Hieronymos Lapis, është me origjinë shqiptare, me origjinë arvanite, arbërore. E pranon ajo? E pranon, flet shqip ka, mama ti fol një shqip. Është grek, me lavdi, e nderomi, shumë. Po, nëse ai folën shqip, se u jam italian, po folën shqip, se mama ime është shqiptare. Identiteti është njëj, shqetësia është njëtër. Rënja një, identitësia është njëtër. Kam një pyetje. Rritje është njëtër. Kam një pyetje më pas. Feja e njëtër. Por të vazhdojmë ke librat, se të preva. Këta libra për këtë janë di libra madhështore, me 500 faqe, njeri e jetri, e për këtë dhe Akademia e Shkencave në Tiranë më ka dhënë doktoratin honoris causa për këtë vepër që e propozoi Akademia e Shkencave, si për këto. Pse bëra këtë libër mbi arbreshet arbërore të arvanit që janë në Greqi? Pse atër talë, ju si dini, thonë, oj e bukura more, si të leje mos të pe, atje kam u zotin tatë, atje kam u zojën mëm, atje kam edhe tim vlla, gjithë mbuluar nënat dhe. Vjen me thonë, ne kur bisedomi, midis nesh, ne kur mendomi, ne kur bëmi ëndra, shpirti jon i arberit, si thone Hieronim de Rada, shkrimtari më i madh, ne futemi gjithmonë mendjen, shpirtin ton, nuk e futemi në problemet të sotme, ku janë shtetet që dalojen e bëjen përleshje njëri me jetrin. Po e futemi në kohën, si thot Hieronim de Rada, të motit të parë. Cili ishki moti i parë? Moti i parë ishte shekulli 15. Atje fillon. Tek lidhja, e për këta u bëra këto vepra, kam botuar këto vepra, këta udhëtime, pëse u jam një udhëtar, edhe jam një kërkimtar në terren, për të vë në barazi, për të kërkonj rënjët time, ka kanë ardhur atrat tanë, prejardhërit tanë, gjyshrat tanë, ka kanë ardhur, pse na kemi këtë folje, të shkrishte, pse kam mbi ëmrin Belushi, pse në gjëmi ëmrin Belushi të 5 katunde atje në Greqinë e sotme, ku foljen arbrisht. Velusi a livretije. Vene me tënë, kjo shpirt për të kërkon lidhje midis rënjet që vijen nga toponimet, që të vijen nga të folmet, ka të vijen ka populli. Jo ka shkrimet, se shkrimet kjo arbëroret që janë atje në Greqi, e arbreshet që janë në Itali, sot për sot, ne jemi pakica historike, juksore, po jemi të shkeltura. Jemi të shkeltura përke nuk kemi asë një drejtësi. Në shkollet nuk mësohet gjuha arbreshe, nuk mësohet historia jonë. Kush në e thot? Kami bëmi sot vetë historinë tonë. Me këto kërkime në terren, kam kërkuar gjithmonë të revajtur atje. Shtu kam bërë edhe udhëtimet të tjera, në Kosovë, udhëtimet tjera në Australi, të shqiptarët në Australi, këtu në Amerikë kam ardhur shumë herë, më kanë ftuar të bëja kumtesa, e vjemi, programimi është, thëmi kështu, lidhja kombëtare, që në lidhë gjithë neve, me gjithë besimet që kemi, ose katolik, ose musliman, ose si jemi, duhet të kemi të shpirtin ton, shpirtin e arberit. Kjo kombësi shqiptare, shpirtërore, që na bën vlezër njeri me jetrin. Sot falenderonjë do ndue Gjergjin, i cili pat mirësin të më ftone i këtu
të vijen mes juve në këtë ditë të shenjtë të 100 vjetorit për të mbaja kumtesen time me këtë argument. Arbreshet dhe pavarësia shqiptare. Në një ju falenderoj edhe juve se jemi këtu e bisedomi e me jeni këtë mundësi të lidhem edhe me gjithë ata që na dëgjojen, që u përshëndes si arbresh të shekullit 15 me gjithë zemrën time. Nderuar Belush, në fakt nuk është për juve nder që ju kemi thirrur neve, por është për ne nder që juve jeni sot këtu në televizorin tonë. Jeni një personalitet që keni bërë një punë jashtëzakonisht me vlerë për çështjen shqiptare. Por meqense në emigracion jetojnë shumë njerëz që janë shkëputur nga historia, veçanërisht brezat e rinj. Dhe nuk kanë shumë informacion për arbreshët. Nga cilat troje shqiptare kanë ikur arbreshët, në cilin vit dhe ku janë vendosur në Itali? Po. Historia jonë arbreshe fillon në kontekstin fetar me Konsilin i Firenzes, 1839, kur u bë bashkimi midis Kishës së Romës dhe Konstantinopolës. Me këtë union të Konsilit të Firenzes, 1439, atrat e tanë, gishtrat e tanë, patin mundësi të ikjen nga dishulli balkanik, nuk thonë ka Shqipëria, thonë ka Epiri, thonë ka Himara, thonë ka Dibra, thonë ka krahinat të Lades, shiko, ata shpatin mundësi për frikë të sundimit otoman, para që vdisne Skënderbeu, kur kruja shkoj në sundimin e turqëve, që në të kohë Andrea Reres, ki shqiptar, shkoj me dica kapedanra, e dica ushtjar, shkoj në Kalavri e themeloj Cakatunde, edhe shkoj në Sicili. Psa në vdikje Skënderbeku e vazhduan akoma të tjerat emigrime. Në tokat ku shkuan shqiptarë në Itali, ishin toka që ishin të pabanuara, po kishte edhe italian? Kishte edhe italian, po. Alfonsi i një aragonez, duhet pak të kemi një kontekst historik për të kuptomi si ke mundur që atrat tanë erdhin atje, të këta toka. Pse as njeri t'jep një tokë falas, po si ndodhi, se Alfonsi një i kishte lidhje të ngushta me Skënderbeun. Kur i biri tij, Alfonso dit, aragonez, që i sulmuar me një krye ngritje nga baronet të asaj kohje, në trojet italiane, të Kalavris e në Taranto, i jati, Alfonso i parë, që bëri? I thriti Skënderbeut, për të ndihmuar atë, për të shpëtoni të birin nga throni që ai dëshironte të vazhdonte pastaj vdekjes së tij. Shtu Skënderbeku erdhi, luftoi e mundi këta gjithë baronjt që kishin bërë kryenngritje, e si shpërblim Skënderbeut, Alfonso i dha këto toka. I dha këta toka si shpërblim për këtë mbrojtje që bëri Skënderbeu. Tokat që janë atje në Galatina. Në cilën vend konkretisht janë tokat e para të banuara me shqiptarë? Ma përpara kemi këto në Puglia. Në Puglia në sotme, që është Taranto, në Taranto, shumë më shumë. Psana në Kalavri, këto toka ku jemi ne. Ku futin këta? Gjatë këta 5, 6, 7 emigrime në shekull, pse si kishën mundësi, këta shpëtojen e vijen këtu. U kanë futur tek 5 krahina në Itali, në Kalabri, në Sicili, në Basilicata, në Puglia, në Abruzza e në Molise. Jemi të shpërndar kudo në Itali. E në fillim ishëm gjithë me rritin bizantin. Dalgadal që në asimiluar gjatë shekujve, e vetë një pjesë e vogël që kemi sot rritin bizantin e të parevet. Pse? Ne që kemi rritin bizantin e të parevet, vimi ka jugu i Shqipëris, ka Himara, ka atje, pse ishë nën influenzën e Konstantinopolës, që Konstantinopoja kish jurisdikcion mbi Okriden,
në Maqedoninë e sotme. E ki për shkopi metropoliti Ohrides kish jurisdikcion atje në Himara, në Dibra, ashtu si na trazojen, si na thonë dica libra historike, po neve këto janë kërkesa që kemi zbuluar vetë me djerset të tona. Po, fakti se ne kemi rritin bizantin, u jam prift me rritin bizantin, i lidhur me papën e Romës, ka pikpamja juridike, po ka gjithë gjërat të tjera, neve jemi lidhur ngushtë, si mishë thua, me ortodokset. Edhe pse, midis ortodoksëvet dhe midis kishës katolike, feja është një. Feja është e Nikes. Besojnë në një përëndi ajo fe që u proklomua në Nike, në konzilin të Nikes, në 325.